Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar për median shtetërore blerjen e raketave hipersonike kineze për avionët luftarak. Ato peshojnë deri në 950 kg dhe kanë një rrezë veprimi deri në 400 km, tha Vučić. Në një intervistë për televizionin publik të vendit të tij, ai theksoi se këto armatime po sillen në Beograd kundër aleancës ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Ajo aleancë ushtarake është e drejtuar drejt për drejt kundër Rusisë. Nuk ka asnjë arsye tjetër pse u bë ajo aleancë ushtarake, tha Vučić, pavarësisht se konfirmoi deklaratën e kryeministrit të Kroacisë se aleanca nuk ishte kundër askujt. Unë nuk jam Donald Trump, Vladimir Putin, president të mëdhenj që zgjidhin gjithçka me lehtësi. Nuk ka gjëra të lehta për mua dhe sigurisht që kam frikë. Unë jam një president që dëshiron që trashëgimia e tij të jetë paqja, jo lufta dhe konflikti, shtoi presidenti serb. Vučić gjithashtu tha se Serbia ka marrëdhënie të mira me NATO-n, por nuk do të bëhet antare e saj. Ne nuk duam të ndërsohemi në NATO, ne do ta ruajmë neutralitetin ton, por kemi marrëdhënie korrekte dhe të mira dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë ato, u shpreh Vučić. Serbia kohët e fundit bleu raketa balistike ajër-tok kineze për forcën e saj ajrore, duke u bërë operatori i parë europian i kësaj arme, u shpreh presidenti serb.